Kush janë këto vende që mund të përfitojmë, të tëret bëjnë konkluzionin, dihet kush e ka përshëndetur Ramën i vetmi në botë për këtë veprim që e ka quajtur Iranin një shtet terrorist, dhe fatkeqësisht në dijenin publike është vetëm Izraeli që e ka përshëndetur. Sigurisht, konkluzionin që thuaj ti vetëm ky. Dhe kush është më interesuara pikërisht Izraeli, sepse vendet e tjera të NATO-s janë skeptike, vendet europiane janë skeptike. Ku mund të gjejmë një idiot që mund të provokojë diçka që është brenda këtij grupimi dhe duhet të në qoftë se edhe idiotët e tjerë që mund të reagojnë me urrëtitjen pathologjike që kanë regjimet teokratike të tjera, mund të fusi një bashkësi të vendeve demokratike në një luftë më të gjerë. Pra, ky është protagonizmi i palejueshëm i liderave aventurierë, të cilët nuk marrin parasysh ato perspektivën dhe atë qëndrueshmërinë politike që duhet kenë vendet e tyre, të luajnë një politikë të matur, jo një politikë instrumentale që shpeshherë instrumentalizohet nga vendet të tjera, dhe unë dhash përpara disa shembuj se si politika shqiptare gjatë këtij 10 vjeçare është luatur nga një vend në vendin tjetër, pas një bosht dhe as një respekt të vlerave të një politike të strukturuar. Ambasador, të bëj një pyetje të drejtë për drejtë, ndoshta unë kështu e kuptova dhe më korrigjoni, e kam gabim apo jo. Po më thoni që Edi Rama me këtë që po bën për Iranin, po bën lojën e Izraelit? Duket e tillë, neve nuk paragjykojmë, duket që dikush tjetër intereson që Europa të jetë në krahun e perëndimit, dihet që një veprim i tillë përveç se një lavdërimi ose patja parasysh që kemi edhe një lider i cili nuk ka parasysh ato interesat e vendit të tij, dhe këtu bëjmë një parantezë zoti Gjata që shumë e shpejt që ato inteligjencat e këtyre vendeve të kemë njohur se cilat janë lider të cilët menjëherë pranojnë të jenë klientelist ndaj veprimeve të vështira që ka perëndimi. Po ju jap rastin e armëve kimike. Nuk pranoi as regjimi që po binte në Rumani, një regjim demokratik që ishte ndaj kërkesave të spakut të tyre, në institucioneve të inteligjencës për të bërë veprimet e tilla, se janë veprimet të cilat cënojnë interesat publike të vendeve të tyre. Ishte i pari që pranoi, pa kondita dhe për çfarë? Vetëm për një vizitë në Shtëpinë e Bardhë. E kupton sa e thjeshtë është për tu manipuluar dhe vende të tilla në përdorim? Dhe këto janë një sër veprimesh të tilla, të cilat në fund të fundit ajo që na intereson neve është rrezikshmëria që prodhon si në raste të caktuara të veprimeve të papërgjegjshme të një lideri që kemi në krye të vendit. Dhe duke mbyllur them, lartë qoftë ndodhi një veprim i tillë, një grup ose një veprim terrorist në territorin e Shqipërisë, asnjëri nga ne nuk e do, por ne duhet bëjmë një analizë që nuk mund të lejojmë lider të papërgjegjshëm që të vazhdojnë gjithmonë politikat të tilla, të cilat nuk i shkojnë interesave të vendit të tij. Ambasador Nesho, duke referuar debatit të opozitës, kërkesës së saj gjatë seancës së sotme të parlamentit për të mbledhur Këshilli i Sigurisë Kombëtare mbas këtij paralajmërimi të mbrëmjes së djeshme të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës këtu në Tiranë, qeveria e theksova pak më herët, tha se nuk kemi rrezik, nuk ka ne vend për panik, por në anën tjetër edhe presidenti Begaj na u përgjigj me një reagim se ç'është Këshilli i Sigurisë Kombëtare dhe si funksionon dhe nuk na tha asgjë, do ta mbledhja apo nuk do ta mbledhja, apo pse nuk e mbledh. Po, në radhë të parë për t'ju përgjigjur direkt edhe në respektin tuaj, zoti Gjata, fatkeqësisht zoti Begaj nuk është presidenti i vendit, po është një shtojc e ekzekutivit dhe merr urdhra, domethënë nuk i kanë ardhur urdhrat prej kryeministrit për të bërë një veprim të tillë, se duket që do të ishte në kundërshti të veprimeve të qeverisë dhe këtë gjë lartë qoftë zoti president nuk e pranon, dali kundër interesave të madhërishmit kryeministër shqiptar. Kjo është e para. E dyta,
Kjo është një situatë që e ka lënë zbuluar qeverinë shqiptare dhe unë mendoj që opozita shqiptare ka shumë të drejtë që duhet mblidhet urgjentisht, duhet të ishte mbledhur dje, ashtu si mund të ishte mbledhur dhe kohën përpara, sepse vetëm një fakt duhet t'i jap Pandi. Dje në një emision, në një televizion tjetër, një analist dha një fakt tepër të rëndësishëm. Do me thënë, kur analisti bie që ka komunikime me radio me valë të shkurtra, me mors, nga Irani në vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilat duan të zgjojnë celulat e fshehura për akte terroriste, të cilat jepte dhe intervalin që i jepnin emisione. Tani, kjo qeveri, e cila duhet di jo një herë më shumë, po qindra herë më shumë, një qeveri që pretendon që ka marrëdhënie të vazhdueshme si me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ashtu dhe me Perëndimin. A duhet të ngrihet në alarm për të mbrojtur, sikur jeta e një shqiptari nëse vihet në rrezik. A duhet t'japi dorëheqje kjo qeveri nëse na tregon prallën edhe me hamendësitë e një ambasade e tjera. Ajo ambasadë ndoshta, shqyr zoti që e kemi, funksionon më mirë se gjithë qeveria shqiptare që mirret vetëm me tamtamet e fushatave elektorale dhe me tallavat që bën me organizimin e turizmit. Nuk bën asnjë gjë tjetër në këtë vend. Dhe nëse është për çështjen e sigurisë kombëtare, sigurisht ata mbrojnë interesat e qytetarëve amerikanë, që është një shtet i cili mbron edhe një individ të vetëm. Dhe për atë është vend i shenjtë. Kurse për këtë individët, për Ramën janë mish për top. Prandaj thot ai mishrat edhe pamjet e mrekullueshme të Shqipërisë. Se edhe po vran 30 veta dhe 40 veta, po të bjerë në një bombë, e shikon veten në qendër të shtypit botëror që do dali si viktim, do mbajë fjalime kundër ajatollave e tjera, por çfarë ka realizuar në fund? Mund të ketë realizuar atë që s'ka marrë masa, ato që duhet mirëte si kryeministri i një vendi për të ndaluar një veprimtari subversive. Sikur një shqiptar i vetëm mund të jetë si pasojë e këtyre sulmeve të paralajmëruara. Urojmë që asgjë të mos ndodhi dhe asnjë jetë shqiptari të mos preket. Ambasador Nesho, unë të falenderoj shumë për kohën edhe për analizën që ndam së bashku. Kënaqësia ime. Ndërkohë, presidenti Bajram Begaj, siç e thash edhe pak më parë, hodhi poshtë kërkesat e opozitës për mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, duke argumentuar se nuk ka nevojë për një mbledhje të tillë në kushtet aktuale. Presidenca theksoi se kreu i shtetit po informohet në mënyrë të vazhdueshme nga institucionet përgjegjëse për sigurinë dhe nga